Një djalë i vogël po ecte në rrugë kur u ndodh ball për ball me një qen gjigant. I tmerruar nga prania e papritur e kafshës, instikti i tij i parë ishte të bërtiste me sa fuqi kishte. Ik që këtu, qen budalla. Por ajo që ndodhi më pas, la pa fjalë djaloshin dhe prindrit e tij. Askush nuk mund ta parashikonte se ky takim nuk ishte i rastësishëm, por fillimi i zbulimit të një sekreti që kishte mbetur i fshehur për vite me radhë në thellësi të pyllit. Përgatituni për një histori që do t'ju bëjë të besoni te mrekullitë. Danieli nuk kishte pasur gjithmonë frikë nga qentë. Në fakt, ai i pëlqente ata shumë që kur pati takimin e tij të parë me një të tillë në moshën 3 vjeçare. Me kalimin e kohës, prindrit i morën qenin e tij. Por ky lyshi nuk ishte ai që familja priste dhe ndodhi diçka që e bëri Danielin t'i shihte qentë ndryshe. Qeni i Danielit ishte një Newfoundlander i madh i quajtur Lucy dhe ajo i përkiste gjyshes së tij. Kur ajo nuk mund të kujdesej më për Lucyn, i njoftoi prindrit e Danielit. Ata u emocionuan shumë kur morën qenin e bukur në shtëpinë e tyre, por ishin pak të pasigurt për aftësinë e tij të përshtatur me një mjedis të ri. Për fat të mirë, sapo qeni hyri në shtëpi, u duk sikur kishte qenë gjithmonë aty. Qeni u bë shpejt miku më i mirë i Danielit dhe ata kalonin orë të tëra duke luajtur bashk. Ishte e qartë për prindrit e tij se qeni ishte i përsosur për Danielin. Me kalimin e kohës, ata u afruan gjithmonë më shumë dhe bënin çdo gjë bashk. Arriti deri në pikën ku Danieli pyeti nëse Lucy mund të shkonte në kopsht me të. Sa adhurueshme është kjo? Por para se të vazhdoj me historinë, bëni like këtë video për të na ndihmuar të arrijmë 5000 pëlqime dhe bëhuni subscribe në kanal. Por Lucy kishte disa sjellje të çuditshme. Për shembull, qeni shpesh ishte i shpërndar dhe shikonte nga dritarja. Përveç kësaj, qeni mund të hapte derën e pasme dhe ndonjëherë largohej fshehtazi nga shtëpia. Herën e parë që e vu në re, Danieli u shqetësua se Lucy do të humbte përsëri. Prindrit e tij menduan se ndoshta ajo po fshihej në përshkurre, obori i pasëm ishte i bollshëm, kështu që ndoshta ishte thjesht jashtë rrezes së shikimit. Pak e dinin ata se ajo shkonte në pyll kur arratisej. Gjithçka vazhdoi kështu për një vit, derisa tragjedia goditi familjen. Lucy ishte e vjetër kur e morën dhe fatkeqësisht ajo ndërroi rreth në moshën 10 vjeçare. Familja ishte e thyer dhe humbja ishte veçanërisht e vështirë për t'u përpunuar nga Danieli. Këtë herë, miku e tij më i mirë kishte ikur dhe nuk do të kthehej më. Në fillim, ai e mbajti zinin duke ndetur në oborin e pasëm dhe mendonte për të. Me kalimin e kohës, Danieli filloi të luante më shumë dhe dukej më mirë. Pastaj, diçka ndodhi. Djali po luante i vetëm në oborin e përparëm dhe aksidentalisht e goditi topin shumë fort. Topi u përplaste një gardh aty pranë dhe filloi të rrokullisej poshtë rrugës, e cila ishte paksa e pjerrët. I frustruar, Danieli shkoi ta merrte topin, por kur u ul për ta kapur, dëgjoi një hungërim të ulët. Një rëqefje kaloi në shtyllën kurrizore të Danielit dhe pastaj hungërima u kthye në një lloj rënkimi, sikur kafsha të mos ishte mirë. Kur Danieli u ngrit drejt, një qen gjigant që ngjante shumë me Lucyn, po qëndronte pikërisht para tij. Danieli ngriu, por e dinte se duhet të bënte diçka për të shmangur një sulm. Kështu, ai mblodhi gjoksin dhe i bërtiti qenit. Ik që këtu, qen budalla, duke shpresuar se kjo do ta bënte kafshën të ikte. Për çudinë e Danielit, qeni nuk lëvizi fare. Ai filloi të tërhiqej nadal mbrapsht dhe ishte gati të vraponte drejt shtëpisë. Por para se të nisej, qeni u rrotullua në shpinë, sikur po i kërkonte Danielit ta përkëdhelte. Ishte sikur qeni e njihte djalin. Danieli u relaksua dhe shkoi ta përkëdhelte qenin, kur vuri re diçka që ja bëri zemrën të rrithe fort. Qeni kishte të njëjtët sy si Lucy. Si një provë, Danieli zgjati dorën për të përkëdhelur kokën e qenit dhe qeni u mbështete dora e tij, ashtu siç bënte gjithmonë Lucy. Ai tani ishte i bindur se ky qen ishte Lucy, dhe se ajo ishte kthyer më në fund tek ai. Ai filloi të qante, ishte shumë i lumtur. Kur e çoi qenin në shtëpi, prindrit e tij u tronditën nga ngjashmëria që ky qen kishte me Lucyn. Ata e pyetën djalin se nga erdhi qeni dhe Danieli u tregoi. Ai gjithashtu pyeti nëse qeni mund të qëndronte dhe ata ranë dakord. Por prindrit e tij e dinin se kjo nuk ishte Lucy. Edhe pse ishin të shqetësuar se mos lëndonin ndjenjat e Danielit, ata bën gjërën e duhur dhe printuan disa fletpalosje për t'i varur në përlagje në rast se dikush po kërkonte qenin e tij. Një javë më vonë, askush nuk i kishte kontaktuar prindrit e Danielit. Ndërkohë, qeni dhe Danieli ishin lidhur shumë.
Më vonë, prindrit e Danielit vendosën ta çonin qenin te veterineri për të siguruar që ishte në gjendje të mirë shëndetësore. Pasi veterineri ekzaminoi qenin, ai tha: "Në sipërfaqe, ky qen është pothuajse identik me Lusin, por na duhet të presim rezultatet e analizave." Danieli u tha prindërve se ai e dinte që ky qen nuk ishte Lusi, por ishte i lumtur me kafshën e tij. Më vonë atë ditë, ai i bindi prindrit ta nxirrnin qenin për shëtitje në pyll. Ata nuk ishin kthyer më atje që kur Lusi iku, por këtë herë do të ishin më të kujdesshëm. Sa po hynë në pyll, qeni filloi të tërhiqte litarin sikur donte t'u tregonte diçka. Pas një ore e ecjeje, qeni i çoi te një pemë me një pjesë të zgavërt në fund. Familja vuri re se aty kishte një shtresë gjethesh dhe degëzishësh, sikur një kafshë të kishte jetuar aty. A mund të ishte kjo Lusi? Dhe a mund të ishte ky vendi ku ajo jetoi gjithë këtë kohë? Prindrit e Danielit mbetën pa fjalë, por u shpëtuan nga zilja kur telefoni i babait të Danielit filloi të binte. Ishte veterineri. Kur babai i Danielit u përgjigj, doktori zbuloi diçka tronditëse. Është vështirë të besohet, por ADN-ja e këtij qeni përputhet me ADN-n e Lusit, tha ai. Por si mund të ishte kjo? Rezultoi se qeni ishte vajza e Lusit. Ajo duhet të kishte qenë shtatzën kur u largua vrap, dhe kur Danieli e gjeti në rrugicë atëherë, këlyqi ishte rritur vetë në pyll. Misteri u zgjidh. Siç mund të imagjinoni, Danieli dhe qeni u bën edhe më të pandashëm. Ai e emërtoi atë Lucy Junior, në nder të Lusit, dhe me kalimin e viteve, ata u rritën së bashku. Ata shpesh shkonin në aventura në pyllin pas shtëpisë së Danielit dhe luanin bashk. U duk sikur Lucy kishte vendosur një pjesë të dashurisë së saj për Danielin dhe familjen te vajza e saj, dhe kjo ishte arsyeja pse ajo e njihte djarin atë ditë në rrugë. Lidhja midis Danielit dhe Lucy Junior u bë e pathyeshme, dhe edhe pse dukej saktësisht si nëna e saj, Lucy Junior kishte një personalitet shumë të unik. Kjo histori na kujton se sa të dashur dhe besnik mund të jenë qend, veçanërisht kur trajtohen me dashuri dhe respekt. Është gjithashtu një kujtim se edhe kur gjërat duken të pamundura, gjithmonë ka një shans që gjërat të mira të ndodhin dhe ne duhet të mbajmë shpresën gjallë. Çfarë mendoni për këtë histori? Si ndiheni për faktin se Lucy dhe vajza e saj gjetën të dyja rrugën për në shtëpi? Na tregoni mendimet tuaja në komente. Mos harroni të bëni like këtë video, shpërndajeni e të dhe bëni subscribe për më shumë histori mahnitse si kjo. Shihemi herën tjetër.